krah vlerë. Unë kam përshtypjen mbas të informacioneve të mia që ky intervenim i fundit ka reflektuar shumë, nuk ka reflektuar mirë te votuesit e Kosovës ndaj kryeministrit. Edhe besoj që ka qenë edhe një mesazh se nuk është mirë me ndërhy për shkak se ne vërtet ishim në periudhën më të mirë të zhvillimit politik shqiptar. Ka ndonjë matje për këtë që thoni apo është vetëm çështje perceptimesh? Bazë edhe disa matjeve që një prej vendimeve ose faktorëve që kanë ndikuar në rënien ka qenë edhe ndërhyrja në Maqedoni, për shkak se populli shqiptarët e Kosovës kur vinin në Shkup e ndjenin atmosferën e barazisë, që nga pika kufitare, që nga trajtimi i policëve, që në rrugë... Apo thoni që tash ka ndryshuar zoti Osmani? Pyetni njerëzit, si ndihen atje, pyetni si ndihen kur futen në spitale, si ndihen kur futen të sportelet. Ata më shumë e ndjejnë shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Mirë po, fryma e marginalizimit, e përjashtimit, e asaj që unë e them për të na tregu ku e kemi vendin, është e jashtëzakonshme. Mirë, si e vlerësoni, se me qenë se keni qenë edhe ministër i jashtëm, besoj keni një mendim për atë se si kanë rrjedhur. Ju thatë më herët që Maqedonia e Veriut po i shërben praktikisht botës serbe. Si keni po raportin e Maqedonisë së Veriut në raport me Kosovën, qoftë në marrëdhëniet politike, ekonomike edhe tjera, pse jo? Shifni, tash mund të ketë raporte personale nërmjet kryeministrave, nërmjet partive politike që bëjnë qeverinë në dy anët, mirë po VMRO DPMN ka fituar zgjedhjet atje mbi frymën antishqiptare. Para se gjithësh. Ju dini sloganin e tyre gjatë zgjedhjeve ka qenë Maqedonia përsëri e juaja. Kinse... Po, vetëse e kam prekur edhe dimenzionin e korrupsionit shumë. Mickovsi e ka pasur goxha shumë të theksuar këtë. Po, edhe tash e shohim drejtësinë selektive në Maqedoni të Veriut, si me rastin e Koçanit, ku arestohen 4 ministra shqiptar të ekonomisë të para 20 viteve për shkak djegjes në një diskoteke 20 vite më pas, kurse nuk arestohet asnjë prej funksionarëve aktual, të cilët kanë qenë detyruar të ruajnë sigurinë e... Po thoni, po i fut duart në sistemin e drejtësisë. Me thonë, fillimisht ai u kërcënua se do të nxjerrë popullin kundër prokurorisë, pastaj përmirësoi raportet atje, mirë po këto elemente që i shohim të drejtësisë selektive tregojnë në fakt se në Maqedoni të Veriut nuk ka luftë ndaj korrupsionit. Prandaj BDI thotë, hajde të bëjmë vetting. Do bëjmë vetting duke u nisur nga liderët e partive politike me një komision ndërkombëtar. Për shkak se shifni, a ju kujtohet në Kosovë çdo shprehje autentike e pakënaqësisë quheshte iridentizëm, terrorizëm, ashtu edhe në Maqedoni të Veriut. Tash e kanë ndruar narrativin. Çdo shprehje e pakënaqësisë autentike të shqiptarëve atje thonë ja këta duan të mbrojnë korrupsion. Kam parë edhe kërcënime realisht ndaj BDI-s në raste nga kryeministri, kurdo që janë përmendur aksione caktuara që ju mund të keni si parti politike. Kanë shkuar deri atje sa që janë shprehur me ato se do ju nxjerrim nga shtëpitë për veshi, duke tentuar të jep mesazhin se ne tash duhet të tregojmë vendin për shkak se BDI-ja e dini çfarë përfaqëson. BDI-ja përfaqëson një lëvizje tjetër të vitit 2001, një krenari që ka kthyer dinjitetin institucional të shqiptarëve dhe ata tash duhet të poshtrohen dhe nënshmohen. Por e kanë shfrytzuar këtë stigmatizimin e korrupsionit për të mbuluar, për të heshtur pakënaqësitë autentike të shqiptarëve atje për rënimin e marrëveshjes paqësore të Ohrit. Bile edhe duke u bërë ndërkombëtarëve këtë narrativ, se mos e ndëgjoni BDI-n kur ankohet se po rënohet gjua shqipe, sa ata duan të mbrojnë korrupsionin e tyre. Dhe ne u kemi thënë, okej, nëse është ashtu, hajde të bëjmë vetting duke u nisur nga ne, nga kryetari, nga Ali Ahmeti, po pasaj tjetër radhës kryetari i partisë tjetër. Të thirrim edhe komision ndërkombëtar, edhe të shohim prej ardhin e pasurisë gjithë politikanëve atje, për shkak se lufta si është ajo gjahu i shtrigave, nuk mund të jetë zgjidhje për luftën ndaj korrupsionit. Mirë.
që t'i rikthemi prap tek raportet Maqedoni e Veriut Kosovë, pse jo edhe me Shqipërinë, ju jeni kritikuar sidomos kur ishit ministër i jashtëm se po jepti dritën e gjelbërt një ideje si që ishte Ballkani i hapur. Ndërkohë gjatë gjithë këtyre viteve të qeverisjes së Mickovskit me Vlenin, nëse unë jam gabim, ma kujtoni ndonjë rast kur kemi parë ndonjë fragmentim të raporteve Kosovë Maqedoni e Veriut. Musafir kryesor në deri i kësaj qeverie ka qenë Miroslav Dodiku, i cili vjen edhe të pranohet me tepik të kuq, edhe ai flet atje haptas kundër Bashkimit Evropian edhe kundër. Kjo është natyra e... Kjo është edhe kundër Kosovës tani, ja? Zëvendës kryeministri për marrëdhënie ndërretnike në komunikatat zyrtare Kosovën e quajnë Kosova dhe Metohia. Edhe pastaj këta të Vlenit thonë ne nuk mund ndërhyjmë te puna e zëvendës kryeministrit. Ti je me një qeveri, zëvendës kryeministri flet në emër qeverisë dhe ai kur e quajnë Kosovën, Kosova Metohi, në atë moment ju duhet ose ai del ose ju delni prej asaj qeverisë, se nuk është Kosova e paransishme për ne atje. Ashtu që te Ballkani i hapur, ne si qeveria së kohë për herë të parë idenë për Ballkanin e hapur e kemi dëgjuar në Tiranë nga kryeministri Edi Rama. Ali Ahmeti, Ballkanin e hapur e ka parë si platformë të pajtimit shqiptar-sërb. Vetë ishte një bypass i Kosovës, e dim zoti Osmani, se nuk dua të rikthehem. Ideja ka qenë se do jetë edhe Kosova. Po pastaj me qëndrimin e Kosovës që mos tjetë aty, filloi edhe të relativizohet. Po, dhe ka një histori më gjatë të përplasje, pastaj u përfshi edhe zoti Rama me Kurtin, e kemi parë se që kemi parë, por dikush do ju thoshte tashmë ka një one-stop shop midis Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës, është mundësuar një shakullim më i lirë. One-stop shopi është nënshkruar në qeverinë e përbashkët ndërmjet qeverisë BDI-s, edhe pyetni ministrat e Kosovës si janë ndirë në qeverinë tonë, edhe si janë ndjerë tash në këtë qeverinë e përbashkët. One-stop shopi është nënshkruar atëherë, 80% e punëve e kemi bërë ne aso kohë, e kam bërë unë si ministri i jashtëm, i kam bërë ministra tjerë bashkë me palën kosovare, edhe rastisi që tani trumbullaksohet një punë disa vjeçare që ishte ndërtuar dhe mirë që është bërë. Mirë, tani nuk dua t'ju terrorizoj në